Gjesti dhe Rozana Radi kanë debatuar së fundmi me njëri tjetrin. Rozana Radi ishte duke bërë dush, ndërkohë që i kërkoi Gjestit që të largohej pasi ndiej në siklet prej tij. Madje ajo i kujtoi rastin e Gjibanit me Valbonën. Gjesti i tha se nuk ishte duke e parë dhe nuk kishte asnjë interes ta shite banoren. Nuk të shoh me sy. As më intereson. Riku të dua, ja ktheu Gjesti, ndërkohë Rozana i kërkoi vëllait të madh që ta largonte Gjestin. Pasi mbaroi dushin, Rozana ka vazhduar sërish duke biseduar me Gjestin. Ju kam hyrë në dush 5 vajza keni qenë. Pse s'ke folur atëherë? Tani po mundohesh të më nxjerrësh keq ti mua, i tha Gjesti, ndërkohë që Rozana vazhdoi të insistonte që Gjesti duhet të largohej kur ajo i kishte kërkuar të largohej pasi ishte duke bërë dush. O djalë pis, hiq mu qafe. Burr pis, mos më hajde kur fërkohem në dush, i tha ajo. Mos bëj kështu provokime me djem, i tha Gjesti më tej, ndërkohë Rozana i kujtoi rastin me Nishanin e Eglit.